Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje miqtemi nga unë Doruntina. Sot jemi në fshatin Reti e komuna Rahovecit. Kemi ardhur me u njoftë me këtë fshat, me u njoftë me banorët. Derisa na i futemi fshatit, ju le me pamjet në vazhdim. Qëndroni me neve. Përshëndetje! A keni ko 2 minuta? A jeni banor i fshatit? Apo shkëm një pak ma... A e mirë. Në lemërë se po më shkel? Po ma shkel e gishën e vogel. Jo, mëse të... Qysh jeni? Qysh po kaloni? Mirë. Jeni banor i fshatit Retije? Ka marrë shumë mesazha më orën këtë fshat. Çka ja vlen më orën këtë fshat? Çka ka të mirë? A keni mujtë me pa? Jemi në fillim. Po, qendra u atje. A ka diçka që e veçon këtë fshat? Ka më thonë. Kushtet si janë? Mirë. A ka diçka që mungon në fshat? Po e që tash do kanalizimet katunit jonë të i hapë vetëm aty në qendër. Aty u konë mirë me shkunsht edhe kryetari i katunit, edhe ju kallëzon ma gjënsisht. Po që mundemi me takua, është atyja? Po. Super. Po jetesa? Jetesa mirë është, mirë. A jenë kushtet e mira? Mirë i kemi. Me çka po mirëni? Une me bujqësi. Apo punuan tokat? Po. A ka prej aty që e kanë lënë? Ka edhe që e kanë lënë edhe ka që e punojnë. Por që kjo punë po duket me qenë fitim prusë, a? Mirë se po e pranën. Përshëndes. Kalofshit mirë, faleminderit. Faleminderit shumë. Ju përshëndes. E në miqtemi e vazhdojmë rrugtimin tonë drejt fshatit. Po shpresoj që me taku banor, është fillimi i fshatit, po besoj që ja kemi fillu mirë mbar. Mbetet me u pa kjo deri në fund. Hajdini. Momentalisht shkem të pa vetëm shtëpia, lëvizje ka gjatë gjithë kohës, për shkak se po duket me qenë si rrugë kryesore sa i përket fshatit Retije. Nuk e di se a ka ndonjë rrugë ose kujdes ondi. Rrugë ose kujdes se i kim ropa. Rrugë ose rrugic, mbetet me u pa kjo deri në përfundim të fshatit. Mos harrojmë cek, në këtë fshat kemi pas ftesa që kur që shëmoti me fillim të emisionit Katuni Jem, është bërë ftesa me ardhën këtë fshat Retije pas ka një rrugic të pashtrume. Po shpresoj që s'ka me pas shumë rrugica kështu të pashtrume, se jo e dini tashme që nuk me pëlqejnë, pse mos me qenë gjitha të asfaltume, sen si gjonë. Sen bash heq. Qka janë 2-3 milion për marakli, kur gjo heq? Po duket me pas shtëpit e bukura, po më pëlqen pastërtia që e ka fshati momentalisht. Shpesher po ndodhë dhe në disa fshatra që po e komentoj për pastërti, por më pastaj në fund po del diçka që po ma prish, po del i qik mbeturin aty, por momentalisht po duket pastër qetë është shumë, nuk e di heq si ja kam idin se sa mundet me qenë si fshat i banuar, sa e kam braktis fshatin, sikurse në shumë fshatrat e tjera, sigurisht edhe ky është i braktisëm. Ne gjithsesi do shkojmë në qendër të fshatit, pra siç më tha dhe i intervistuari, ndoshta edhe po e takojmë kryetarin e fshatit, edhe
kishme në i dhonë ca informacione. Unë jem të pritë që në qendër ka me qenë shumë një zhvillim kështu, se di, s'ja kam idin. Po shpresoj që ka ndonjë kafe me pi për qefi kështu, një pauzë të shkurtër për shpirt temin se zojsh më ka hije. Veç kujdes ondi, për shkak se edhe makinat janë me një shpejtësi shumë të madhe, kujdes o njerëz, kujdes. Qa mund të me thonë, që në kanë do ndërtime interesante, për shembull kjo qa ka mujtë me qenë ndoshta edhe shkollë, Jo, si shtëpi, ja po, si shtëpi jo, shumë interesante, edhe shumë e madhe. Ndoshta është këso shtëpi e bashkallakut edhe kanë kalu shumë mirë, sa që nuk dojnë me renu, po mendoj. A jem të e pa një market, grill, kof, qebrëm, dol kofi, me qëtë mi më do të me bo një shkeputje. Jo, pak shaka. Për ndryshe, fshati e pas ka pozitën e mirë gjeografike, rafsht, qka nuk po m'pëlqen, pse mos me qenë një trotuar në atë pjesën andej, kjo pjesa këtu qka është kështë, pse kanë shtru, do shta është e këtyne private banorve dhe ka bo si ka do shta i vetë, por që një trotuar atyve që kishë zbukuru fshatin. Hajde more, jem shumë kurreshtore në Ravec, njerëzit përgjithësi janë të respektum për aq epizoda sa kam qenë me emision, kemi kalu shumë mirë. Mos do të me qenë qendra kjo, jam të e po, edhe ma poshtë po thua. Këtu, punime. Një shtëpi, përshëndetje me qëtemi, përshëndetje Rushi Rahovecit. Këtu tash më do të krejtë një thonë Rushi Rahovecit, po tash s'ka asë rrush. Kur kemi qenë s'fundi herë, andi, korek më duket. Aq mirë kemi kalu, sa që deri në 12 natës mes zina kanë qu me orë në shpe. Njerëzit janë shumë i këprica. Po shpresoj që edhe sot këmi i taku ata njerëz të mirë. Ja bro, si që shini gjithë, pa ndej tërt jem të e po më duket një qift. Pasha zotën i mora në qofë. Përshëndetje! Si jeni? Jemi me Kamir, a bën një 2 minuta? Po bisedor? Si je ndërrum, a je mirë? Si je, a je mirë, a je lodhë, si je në dërrum tina? Hajde, shëtone, se po mikë, a ke të ndihmu më plug, a? Po, pa tjetë, jo me sa plug, jo. Qakë? Që më plug, do të me mësu ju një mas pare këto, a një më sante. Po, e zhune smirna me Që to. kjo plug. Po, pse smirë është do më me dita? Po, unë menuva që plug, Ja, pas në që marrë plug, gabim. që plug, që. E qakë? Këto e në vlaqa. Vlo, po çfarë, këto janë si motër e vllat, dyqysh më duket. Ja, nuk janë basi motë e vëlla. Janë për... për bujësi jonë më... Po, e di që jenë për bujësi. Qysh po kaloni? Shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë. Rrim. Po da qas një kafe? Me të mirë. Shumë mirë. E kanë lënë fshatin hiç? A kanë lonë? Faleminderit. Po, fshatin e kanë lonë. Pse e kanë lënë? E kanë lonë sepse nuk ka kushte. Sistemi shtetëror, po jo i sodit, mos i ngatroni. Po i shumë vite. Jo, prej pas luftës, sistemi shtetëror. Albini s'ka qenë atëhera, se shumë gjona pi ngatroni. Po më duket që je me Albinin. Jo, nuk jom me Albinin unë, po unë jom me ligjet, me shtetin, që është shtet, e jo me asnjë parti. Që punon drejt. Pa tjetër, sigurisht. Po, e qka i mungon këti fshati? Qka i mungon njerëz? Cila ka qenë arsyeja kryesore që është braktis fshati? Fshati që është braktis, unë jam i bindur që edhe ju dy nuk je kini atë prioritet për mes me braktis punën e ju që kini. Sigurimi shëndetësor, sigurimi pensional. Kryesore kënë këto. Po një shtet që nuk ka popullin e vetë sigurimin shëndetësor, edhe sigurimin pensional, ai për na vjekis, shtetë për na thënë tjerë tani ashtu qujto. Faktet janë vërteta. Ju jeni i lindëm edhe i rritëm këtë O, i fshat. lindëm dhe i rritëm këtu. Qka ju kujton këtë fshat? Kujton ky fshat, Cilat janë momentet më të mira që i ke pasur në këtë fshat? momentet më të mira. Femiria ndoshta. Momentet më të mira normal që janë femiria, edhe kur fshati ishte plot, kishte domethënë edhe blegtoria ka qenë shumë e zhvilluar,
Edhe popullata ka qenë, do thot, ka pas fëmijë, sot nuk sheh fëmijë, nuk sheh vetëm vjetra. Mirë po, më duket komuna Rahovecit me dashme, po nuk keni punë. E keni Jo, një tokë shumë pjellore. Jo, çdo tokë në Kosovë është pjellore. Pa më pasysh, çdo tokë është pjellore. Ka prej fshatrave që më kanë thonë nuk është toka pjellore dhe nuk mundemi me punu. Jo, toka pjellore, toka është femën se jep pjellora. Toka nuk mundet me qenë pjellore derisa ti e punojsh atë. Për shembull. Po ka do të thotë pjesë që është mungesa e ujit, ka nevojë për ujë, ka atëherë kushtet bëhen edhe më të mira dhe është edhe më pjellore, për shembull. Po njerëzit në fshat si janë? Jeni mikprica, irunia, dete, tradita tona? Sigurisht, po. Mikpric jemi, traditat, një popull që i hub dokat edhe traditat, ai ka hub vetë. Shumë e vend, po më pëlqen. Po banorët si janë raportet mes vetës si keni? Ne kemi shumë të mira. Deka dashme, domethënë bashkarisht gjithë. Edhe më duket kështë po rreshët bashkum shumë shpesh. Po, rrim. Po, për fat keq tash ka hoda se odat... Tash po rrinë në salon me grotë. Odat i kanë majtë rinia, djemtëri, jo gratë. Odat rinia? Po, djemtëri i kanë majtë oda, se djemtë kanë shërby në oda. Nuk kanë shërby gratë. Se shumë gjona, disa që nuk i kuptojnë, pesa ne i japin kahjet, të thotë, jo të vërteta. Edhe një pyetje, kështë për fond që eshe të punu këtu, ato ka prish kjo? Jo, më ka prish që kom shkep farën në grunit, po shkoj me mbulu, me këto më bëhet mbulimi i farës. Shumë, me kom po punon apo vetë qëtë? Edhe nusën e Unë pote me këtë? traktorin. Nusën apo me ratinora? Jo. Në pak se fitness, jep shta. Kemi bashkë që si bëjmë fitness, kemi vneshtët. Po boj, kemi... Si ka qenë vera me vneshta? Shumë mirë ka qenë. Rushi ka qenë si rush. Ama në rrushi Rahovecit? Jo, rushi e Retijës. Po, komunë e Rahovecit? Po, edhe Rushi Retijës. Se Retija është edhe gjatë kohës luftës, ka dhënë shumë, se këtu kanë qenë, kjo është fshat muze, po për fat keq, dhe thot tash ata... Se fshat muze? Sepse këtu janë bëhe, do të thot bashkimi, jo bashkimi, po regjistrimi ushtarëve, kanë hapur gjitha trevave të Dogaxhinit, këtu pastaj janë shpërnda. Edhe këtu kanë qenë kazermat e UÇK-s. Tjetër ndonjë histori që e ka fshatit që ja vlen me eci? Po, ka histori, ka qenë në kohën e Turkut, për shembull kemi Donartian, që është kundërvu regjimit atëherë. Po besimet si janë këtë fshat? Si? Një besim është? Po, një besim. Po, një besim, po, besimi në Zot është e mjaftueshme, sa nëna në çfarë mënyrë kush nuk ka lidhje, se na nuk jemi ata që mundën me gjykon ai nëse ekziston. Edhe martesat i bënin këtë fshat me Jo, dashur? martesat si bëjnë. Këtu janë 3 jo, po mendoj 3 fise janë. Kryesisht janë 3 fise, mirë po martesat s'kemi bëra. Nuk i bënin shej respekti? Po, na S'ka ndodhur tash kot. shkaku i respekti se derisa dashur ato dekat, atëherë jemi do të si bullazër në motra, po e thash. Po, dhe nëse ta merr çikën ai ndosëm ka me thirrti, prap ndosëm Jo, nuk ka para ato, po ti kur ki domethënë me dikon kontakte të shpeshta, edhe me shokin, për shembull, ti tash ti atë shokin dush me pas shok, jo më marr motra. Më pëlqen kjo që mbojnë shumica e fshatrave. Këtë duhet me mbajt populli jonë, se popullin tonë tardita ka marrë. Lindërum, unë të falemderit shumë për kohën. Faleminderit edhe juve. Çdo të mirë, ishte Çdo shumë të mirë. kënaqësi. Faleminderit. Miropafshim. Miqtë po e vazhdojmë pjesën e fshatit Retije, jam të e pa momentalisht edhe një fasader moler lindje paskan. E paska shtepi kështu, edhe kjo pjesa poshtë lokali me siguri. E falenderoj për zemërsisht edhe njerë të intervistuarin banorin e fshatit Retije, i cili na dha disa informacione sa i përket fshatit. Unë njoftuam pakës për fshatin. Ne po shpresojmë që kemi me taku ende banor, por që fillimi nuk është keq. 2 banor i kam taku. Njerëzit janë shumë të mirë, kur në komunën Rahovecit me ardhë, në fshatrat Rahovecit, nuk din me më thonë ju. Do thotë gjithë flasin jem të i pa dhe 1-2 tjerë. Po shkojmë, po e vizitojmë, unë e për ta kum dalë. Me bisedu me ta, me unë njoftë.
Sa të mirë bre që janë, shumë janë të respektum. Aja u qetë kështu me nejtë? Ha? Rrushën tash e keni paketu? Përshëndetje, si jeni? A keni kohë 2 minuta? Shpejt më tregu për fshatin. A ju pengoj? Si je, po më duket si me pas fol dikon me ju. Ma jo, Torontina. Si jeni? Torontina, faleminderit. Ju si jeni? Ku do më ull? I zoti i shtëpis ulet boll të gjakat. Faleminderit për respektin. Qysh jeni? mirë faleminderit. Familjet? Po mirë. Me disponim? Te diku. Me punë? Po kalojmë. Qysh po ecim punët? Mirë. Jem të e po këtu qasht kjo? S'po shona i... Kafiq. A po? Aha. Shumë mirë, po ka punë? Te diku. Rinia shkun jashtë. Kështu që. Cila vite mas shumë ti kanë emigru? Po. Që e Shto keni 2 po vitet ju- e fundit. 2 vitet e fundit. Do thot kanë vazhdu ende ai emigrimi Alo ma. vazhdojnë. Cila është arsyeja? Se i përket fshatit të Retije, që po e lojnë. Një jetë më të mirë. Isha po afrosh edhe pak për shkak mikrofonit. Për Po, një jetë më të për një jetë më të mirë. Po këtë për shkak me dasht me jetu dhe me vepru, a nuk është mundësia? është mundësia. Atëherë, Kush do me punë? ndoshta po lypëm shumë pore për një herë, Po ashtu. thënë, me paspore më pak me punë. Po, me vërtet. Orari sa më i shkurt, mundësisht. Si janë Edhe banorët? më kun pa mvarun. Rinia. Mos me llogari po familjes. Tua, Po. mos me dhon llogari familjes. Apo pritoj me ju dhon llogari? Mos me vetë ku po shkojnë ku kepse. Si është puna është. Që une sot ende e kam atë shprehi që të regoj. Ku po shkoj, që po bëj? Le të pyet dikush. Që unë ofër 60 vite i kom. Punoj, Qysh për 60 vite, ma shumë a i ri po dukesh. nuk e di. Që të kanë shkru keq, sa atëherë i kanë shkru jë ma vonë, Gjatë 7-s jam. Po, punoj në ora 5 e gjysmë në mëngjes, e qeli kafiqin, punoj me ujë dhe keramika. E keni pas çdo herë këtë profesion, apo e ke ndru me kalimin e vitit? E pas luftës. Ndërtimi u morë përpara, tashti si do ne kom dhe kafiqin edhe me ujë mirë na. Tash më duket e ke gjetë veten ma shumë këtë pjesën e ujë dhe keramika. Po dhe kafiqin e kemi. Shumë mirë. E këto punë vete punoj këto me gurë. Shifni këto. Apo sa bukur, shumë mirë. Apo po ti interesum? Ka. Klientat i ke nga fshatja, apo Shumicën nga fshati. ki kështu edhe në fshatra tjera ose në përgjithësi në komunën Ravecit? Në Kalim po, për ndryshe. Po me punë po. Me ujë keramika po. A ka diçka që e kishit pas dëshirë me ndryshu fshatin Retije? Çka për çfarë arsye më? Për shembull diçka me i shtu ndonjë projekt, a diçka që e ka nevojë me pas fshat. Projekti më spori nuk kemi trotuara ende fshati. Kam cik në fillim. E kam Nuk vrejt. kemi trotuara, po në vazhdimsi na thonë si do të bëhen. Po flitet si kanë më na kanë premtuar, kanë më bëu. Jo, me ka mos më flit që kjo na se shumë gjysa. Po tash në kryetare shumë i besojmë Smailit. Ai ka fitu më duket prap. Jo, në ballotazh është, po i besojmë, na ka premtuar si do të realizojmë. Kështu që Sa punuan tokat në këtë fshat? tok punohen më me thonë 70%. Vetëm është tu diçka si shumica e kalon po dikush i merr i punon. I punon si thon pa interes. Vetëm mos milion batall si thon. Shumë mirë. Po Veras, si ka qenë? Vera, ky fshat është buqësor, po është një problem është si nuk kemi ujë për mi ujit. Ska ujtë mjaftu. Mjaftë shumë për mi ujit. Edhe ashtu si vetë rendimentet kanë qenë shumë të ulta të misrit. Gruni mirë, uneshtet kanë qenë shumë mirë, po misri ka qenë shumë dopt. Apo bostoni si them speci. Keni pas ju diçka të mbjellura nga këtu? Kemi pas këtë kapak. Se i keni pas vetëm për nevoja familjare apo edhe i keni shit? Edhe kemi shit edhe familjarë edhe kemi shit. Tregun ku po e bënin në komuna? Atje në një Ne qytet. qesim për misri, për grunin e kemi qu në Sillus. Po do të thonë jo në pikat shitet, jo në Soarex, jo në është firma bleta, ta e kemi dështu. Sillusi bashkëpunon me to, dhe kështu që Shumë mirë. Shkollën e keni, po shkollën fillore është. vetëm fillore. Pastaj ku shkojnë Në Ravesa dhe në Prizren më shumë. Të larga. Shkojnë me banisa, drejtimet i kanë zgjedhin mjekësia apo diçka do profesione tjera. Qirdhe, keni? Jo, nuk kemi. Diçka tjetër nuk ka, në ndonjë projekt, në ndonjë ndërtim, kështu është fshat i thjeshtë, a? Sa është si fshat i banuar.
Nuk e di, fshati rreth 180 shtëpi thuhen jon, ndoshta edhe më tepër, por shumë prej fshatit kanë emigruar. Dhe me jashti lopë, se ndoshta një 80 shtëpi janë rezident. A thot, ndoshta i kanë lënë prind e rinia. Kemi asi kemi shumë, vetëm me ora trymës, nëse flasim se janë të regjistruar, 180 diçka shtëpi janë të regjistruar me ora. Po aty hin edhe xhamia, shkolla. Është larg përfundimi i fshatit, është si fshati i madh. Tash jemi gati në mes. Gati në mes. A vetëm në qendër është Edhe çka që më pas ka meta, edhe gjysma. Ma të pritet ka qashtu. Ecione, s'kam çka me bë. Unë ju falenderoj shumë për kohën. Nuk ka falenderë se gruaja është që të flija, ta shohim. Hajde që ka marak më flija unë. Ta shohim qofse na pranon. Po çes na pranon, s'ka probleme, kuptojmë. Hajde po shkojmë po ja bëjmë një befasi gruz. Po edhe nëse nuk na pranon pa ja morr ndaj petull celo. Puha e mirë për shtash me feks për flija. Si je, a je mirë, Dorontina? A je një lodh? Si je, a je mirë? A je një lodh që shpo kaloni? Po mirë. Qaj mirë, faleminderit. Qajni me zveti, kunota? Ane? Togjës. Togjës, sa mirë. Flijat po i qëtë një bashkë? Po bashkë. Shumë mirë. Cila e ka ma ofër flin me përfundu? A di qka i thash burrit? Thash nëse nuk kom pranon pa ja morr naj petull celo. Morri. Gati është. Me orë në Rahovec edhe me të kthy thot është e pamundër. Po. Ju jeni shumë njerëz mikrica dhe të kulturum. Ju lumt. Faleminderit. Duket shpesh herë them Rahovecin përgjithësi kështu e mban Kosovën, tamam ai bazamenti. Po. Çish po kaloni? Mirë, Apo shumë të mirë. ndëgjën burri? Po. Po dukni shumë qift i përshtatshëm. Shumë. A jeni natyrat njëjta, ashtu po më dukni. Deri Se dikona, di. cili jeni më i vështirë? Si jam e vështirë? Aja. Qëto që po. duken tur, ta thojnë, Ja. ai kur. Unë ju përshëndes, Faleminderit. e ju boft mirë flija, Faleminderit. veç patem dëshirë me orë me ju pa pak. Faleminderit, ditën e mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit, çdo të mirë. Edhe ju. Na falë nëse ju penguam. Me të mira. A, ty po thot hajtë se të kallëzoj. Që thashtë, ty thot hajtë se po të kallëzoj kur të vesh në shtëpi. Ja kam mit në një kukë rrush. Po, a doni rush? Po, Që kemi bë për aki. Ja nëse e kina i kokër kështu e kësha hongër pak. Miqtë po nisemi drejt qendrës, po e shofëm edhe për pak qaste fshatin Retije. Deri me tash kemi kalu super mirë me banor të mrekullueshëm, mikprica e të respektuar. Faleminderit që na e kanë zbukuru ditën e sotme. Sa i përket informacioneve për fshatin, po besoj që janë të mjaftueshme, po edhe nëse takojmë edhe ndonjë banor tjetër pse jo, por që nuk jemi ashtu me mungesë. Me mungesë sa i përket informacioneve për fshatin, jem të e po një pjesë e shtrume komplet me kubza, ose që shi thoni ndryshe, kocka, po. Qka nuk më pëlqen, në vende ende shtyllat elektrike vazhdojnë me qenë të vjetra, shumë të vjetra dhe ato, disa i pas kanë ndru, kështë cik-cak i pas kanë bo, qka është ardhë këtëm, a e në të qitë flija, po zbot ka shumë të me flija, ndoshta komplet fshati janë të qitë flija me që koha është shumë e përshtatshme, shumë e mirë. Sa e bukur duket kjo pjesë në fshatin Retije, shtëpijat e bukura, obore, ndërtime, gjithandej. Kur gjobre nuk është fshati kur janë njerëzit e mirë. Njerëzit janë ata cilët e perfeksionojnë fshatin. Ja, si këta të intervistuarit që i pota,
Cilët na e kanë bërë ditën 1 minutë, kemi qëndru edhe për pak qaste prapa kamerave, kemi bërë një muhabet kështu privat, kanë qenë shumë njerëz mirë, pro lojtim pikado edhe raketaçke, a? A ka ndonjë fjalë tjetër ta mund si thonë kësaj loje, a veç raketaçke? Futboll tabele. Ose futboll tabele, raketaçke më kështu ta mund gjuhën popullore, ashtu e kemi edhe emisionin sa ma popullor, sa ma të kuptueshëm me qenë për publikun, me që e keni parasysh kemi një audiencë bukur të madhe nga mosha të ndryshme dhe munden mos me kuptu. Pasyrja, gjë që më ndihmon mu shumë gjatë gjirime me pa vetën, edhe pse qëtashti ka fillu grimi me mu prish, jam të e pa vetën, për shëndetje dashur, ti je ma e mira në botë, kështu do të mi thonë çdo herë vetës se ti hap në sytë, edhe me jep motiv, shtytje, pozitivitet, edhe s'ka se si me shku ndryshe. Jam të i pa edhe një rrugic tjetër, mbeta pa e komentu, është shtrume po ashtu me po ashtu me kubza, shumë bukur, e kjo rrugica nuk po m'pëlqen, kjo nuk është të shtrume, më tregoj banori që ka ende rrugica që nuk janë të shtrume, përveç kësaj më tregun që si fshat Retije nuk është që kanë bo investimet mëdhaja, duket se është një ndër fshatra që e kanë lënë mas, sa i përket komunës Rahovecit, kështu pra më tregun banorët e këtij fshati. Përshëndetje, granimi. A jeni lodh? Çka po marroni bre? Po, çka po marrojsh? Çka po marrojsh? Përshëndetje, si je? A je lodh? Valentina, mirë falenderoj. Je po njoftë me njerë. Tash, qëre, nga dita e sotme nuk o më u prezentu heq. Se po më njojnë o vlo, mirë jeni? Mirë, falenderoj. Familjen? Varg. Punt? Mirë. Apo ecën mirë? Kur dojmë në apsën sesi, shka ka që sesi? Shumë mirë e ke thonë. Si është jetesa në këtë fshat? Po më varën për njerit. Si ja bën veta? Qështë një prish jetesa bohat. E vërtit. Lypsh mirë, lyp gjojsh mirë. Që të thot në mundësit i kemi nëse dojmë me kërku mirë? Po. Ata cilët po e lojnë vendin? Po për fat keq. Në fshatin e ti nuk ka shpi që s'ka në gërbet. Edhe ma e familje që është te për varë. Me që se s'ka të varëfën, po për ndryshe s'ka shpi që s'ka në gërbet. Për moment, mendimin tem, nështë dhe ka boj. Po, si veshen ju largimin nga vendi? Jo në regull. Jo në Në një regull. farforme a jenë detyru banorët e fshatrave me e lënë fshatin përshëndetje, mas këti e ki rodhën, ja s'kime më pështu. Ja veç tiksh. E që ik, drejt, mas të e kemi mardë. Me tregu sinqerisht, unë i kam 2 djemë. Një kam Gjermani, edhe këta kam pas Gjermani, ky u këthy prapë. Ka prish letret, ka arë shpi, ka arë. Me që se këtu ka punë. A kush do me punu, punë ka. Aja ka arrit me marrë vetën dhe me vazhdu? Po. Regullër, këtë në regullër, punon, jeton normal si të gjithë. Një jetë normale. Na kemi që me pas ma shumë, pës ma të Tash të mirë të s'ka fund. Jo. Po e rëndësishme me qenë shëndetshëm, edhe me pas qita qetë, rahat. Apo më njofish mu? Jo, pse? Jo, s'po të një, kush e një? Kush jo mune? Prezentohu Kush jo mune? Ju nuk po ju një. Mu kjo për ditë televizione. Për një me a. Qa punoni? Una që sto krojet i maroj arkat bonarit, për nëshe invalidi luftës jam. Invalid civil. Imbjeturi i masakrës Krushës Mava. Apo, sa kam qenë Krushtë Mava? Une jem imbjeturi i masakrës Krushës. Mbas kësoj, që ju ka ndodhë, që munde me thonë lirisht keni lindë përse 2 herë. Për streti. Për streti, po, se e keni pas edhe një tjetër fatkeqësi. Po, 2 herë për shkatur, 31 vjekën me benzinë. Cili është? Hinë në Google, se le mi Elshani Lype. Kësmet, krejt storin ku me për cilë. Cili ka qenë mësimi që e ke marrë nga kjo? Qka më të thonë të shti? Mësimi jem ka qenë një mas pari se është një i sa të folë që është nështë edhe koritët. Mu dhe nuk më bje me folë hiqë, se të ndjertë shokë si kam hiqë, se egzistojnë hiqë. E unë shka të foli,
i ranoj dikon. Kupton? Po. Si vetëmi unë që kom betu jasa masakre. Në pikat shkorta, si arriti me mbijetu? Aty si kom edhe veç Allah. Ke pas dikon pranë që të ka gjindë? Vetëm Zotin e kom pas. Në gjendje ke arrit Vetëm vetëm jetë i Zoti, kalu? vetëm Zoti. Unë vetë nuk e di që shkom pështu. Cila ka qenë vështirësia më e madhe, hirën e parë apo dytën? Apo tretën? Që e ke pas të dekin me sy. Gjitha kanë qenë thuja gati njëjtë. Se e ki pas... Cila ka pas peshën e vetë? Se armikin e ki pas njëjtë. Edhe gjatë marrjes pyetje, po edhe gjatë pushkatimit, gjatë djegjes, njëjtë. Krejtë se E një. kjo pjesa e pushkatimit po më intereson si arriti me mbijetu. Unë po tregoj shqip. Asë unë se di që shkom bejetu. Veç Zoti e di, unë se di. Edhe ajo më ka pështu. In Google, e ngosh intervjistën teme, e shosh. E shosh atërë. S'po du me ju rendu emocionalisht, po më vjen mirë që ja keni E dalë. unë falë Zotit, i falenderoj Zotit edhe mjekësijës, jam ku jam sot. Edhe një punëtor, S'nalnë, së ndalesh, s'nalnë. kur ta jep ai nalt. A që që ta lypish? Ne lypish vje, se lypish zvje për besë. Po në këtë rast e kisha fjallën për që jeri lind. Po, që ajo se kemi në shpeshe bëjmë biseda në moshatarët mi, të më thonë. Edhe ata biten me mua, kur i shnoshin nuk dojnë me punue, e unë pa të gishtë. I kom gishtë të këputa, Punëtori. edhe me që të punoj. Zoti ka me ta jep gjithmonë. Po, Zoti ta jep qofse e lypish. Unë ndina shumë e kënaqshme kur bashkë bisedoj me njerëz si ju, edhe jeni një shembull Faleminderit. shumë i mirë, Faleminderit. e vlerësoj edhe respekt pafund. Zoti ju dhosh gjithat mirat, faleminderit Amin shumë për kohën. gjithë. Ishte shumë kënaqësi. Bashk, bo diçka vetë, s'ka kur gjo vetë. E vërtet. Vetë tunë shkotas në xhenet. Jo, Si fjalë kështë e kom pranojnë, nuk pranojnë xhenetin. Duhet me shumë, të shamirë, po. Indrum, ishte shumë kënaqësi. Kalndeshu. Zomë që jeni mirë, se njofta me njerë njofta. Respekt. Hadi, inshallah suksej se kini. Punën e juje. Po mundohemi, puna shpërblet gjithmonë. Unë thashën, pa mundi s'ka kur gjo s'ka. E vërtet. Faleminderit shumë. Një ditë mire edhe shnet paqit. U kënaqem në retije. Nime. Po, valla, njerëzit janë fenomenal. Ja, me folë realitete, këtë janë të mirë, po... Po, ne kaloj mirë në çdo fshat. Ja, po unë për cjallit, për cjallit. Por që në retije nuk ka nevojë mi ju tregu pse kom dal, çka kom e pyet. Po retia, çka më thonë, kjo kon i rrugë rrafsha konkret. Këtë rrafsha. Këtë të shtëpia që janë kon pa bone me ramet. Atë janë kon për ndryshe të janë konkret. Këto me sa më tregun ka pas edhe zhvillime të luftrave. Por që ja keni dal, jeni ndërtu, keni vazhdu. Janë ndërtu me njëherë si kanë dëpërtu forcat e NATO-s, me njëherë popullata u kthye. Edhe një pyetje për fund, se pyetje në Tri, pyetje. Nga historia e luftës, ka diçka në këtë fshat që ja vlen me cek për publikun që ne nuk e dim realisht? Çka më Ka thon? njerëz të mëdhej që e kanë dhënë jetën. Me fol drejtën, Me qenë se gjithë ata që e kanë dhënë jetën janë të mëdhej. Qofse zgaboj, dy janë të pagjetën, Po. ende pagjetën janë. Ka dëshmor, ka. Ka të prekom civil? Ka. Janë 25 familje më skofre që kanë familjes viktima civile. Për ndryshe, unë e kom përjetu në masakrën në Krushtet Madhe, po jo me këti fshatit. E, që ka qiti puna në Krusht Madhe në ato në Se atë kohë? këtu ka qenë shtabi i ushtrisë shkrimtare të Kosovës. Këtu kemi në fshatin zëqisht afër kemi shumë. Edhe ata kanë pas bazën atje serbët. Po, kam qenë atje. E di të komercial, po. Edhe ata kanë pas bazën e vetë, që se u prit ke këtu minutë për minutit. Edhe për atë arsye jemi larguna prej fshatit, ku kemi mujtë. Edhe Si çdo njëri, e ke pas fatin ashtë? unë e gjeta atje në Krushe e gjeta fatin, me qenë se s'kish këtë sigurt kur gjo, po shpresa e njerit, Normalisht, me shpetu. kështu që kem ku kem, erdhëm ku erdhëm, që kjo. Vjen mirë, Faleminderit. ishte shumë kënaqësi, çdo të mirë. Me të mira kalofshit dhe ju. Punë të mbarë, Hajde, me suksese. suksese. Faleminderit shumë.
Miqtë e mi, po vazhdojmë edhe për pak qaste e falenderoj edhe një herë një bisedë shumë e mirë, na tregoi shumë çka vjen mirë që ka arrit me marrë veten pavarësisht sfidave cilat i ka pas sidomos në kohën e luftës. Ka shumë prej atyre që kanë qenë sfidum në kohën e luftës, kanë qenë Nga këtu fillon qendra e fshatit, si që premtova krejt në fillim, ne do shkojmë edhe në qendër, jem të e po objektin e xhamisë, e pas ka një objekt shumë të bukur dhe në gjendje të rregullt, përveç kësaj e ka edhe një pjesë të oborrit. Po më pëlqeni, po shkojmë, po afrohemi edhe përse afërmi, jem të e po edhe odën me siguri e fshatit, mundet me qenë kjo, ose nëse jo oda është pjesa ku e marrin abdesin. Kjo është çfarë unë e di, të thotë më ka rastis në shumë vende me pas xhamin edhe pjesën ku e marrin abdesin. Normalisht ka prej atyne që i ze rruga, ku ta di unë nuk mundet me shku në shtëpi dhe kështu që këtu mundet me i kry ato ceremonit parafaljes. Kjo është pra qendra e fshatit, ka gjallëri, ka lëvizje, këtu diçka po punohet, me siguri ndonjë gyp kanë me fut kanalizim ose ku ta di unë nuk është që e di sakt, po supozoj, po mendoj, tashmë në përfshatra jem çdo ditë dhe pak a shumë i kom mësu disa çka nuk i kom ditë më parë, por që shumicën edhe i kom ditë, se nuk vin nga Amerika. Ndodhin edhe këtu, rrëshqita pakës, jo heq më se pri. Po më pëlqen edhe kjo pjesa, përveç kësaj jem të e pa një tjetër, pa një të bukur, i pas kanë lavruarat, i pas kanë rregullu dhe gati për mbjellje. I pash edhe disa dyrë nga druri, shumë të lezetshme, po më duke që dojmë ju kthy prapë drurit, dyrët me i bo si i kemi pas kështu viteve të mëhershme, kjo pjesë që mundet me konë shtëpi e bashkallakut. Po duket një shtëpi bukur e madhe, me siguri janë një 5-6 vllazni këto që jetojnë, edhe oborrin e pas kanë bukur të madh, shtëpi tjetër për balë saj. Qati është shumë i pastër, e sheni me qëtemi asë edhe një mbet të rinë në rrugë nuk mundesh me po. Jem të i po 2 të rinj, veç po i përshëndeti. Po i pyti se qka po punohet. Edhe një tjetër rrugic, por që kjo nuk është e shtrume në asfalt. Përshëndetje, si jeni? Mirë, faleminderit. Jo. Edhe kjo pjesa e ujit ku po rrjedh, ka sa interesant andi. Hajde po afrohem. Po më duket diqysh si, Po duket diqysh si me dal ujë kështu për brenda, si vulkan, si s'po di si me qujt. Uragan. Po më del në i gjorpen mu si në përbisht që ketë më hëngër, mishtemi kom harru me ju të regu. Në përbisht, mos kishin banuri që im konë të bisedu me ta, po me shkelën në gjorpen, ish pasë ngritë shtë në rrugë. Halo e kam atë trishtimin e asoj dite. Pas ka një pjesë të ujtë, po largohem, mos të rrezikojmë për shkak se pas ka bari shumë. Po duket që e kanë kosit pakës, e kanë liru këtë pjesën, vetëm një pjesë, që të nuk e di, a mundet diçka me fillu me punu, apo më duket mua, apo vetëm e kanë lënë kështu dhejon. Fshati Retie më thanë për ndryshe nuk është si fshati madh, por që i ka dikon 2-3 orë gjirime që jemi ne. Kjo pjesa ku ndodhemi momentalisht është një pjesë shumë e bukur. Wow, këta satelitat këtë në here. Ska morë mallë me pak si sateliti. Prapë më do të me tregu për doj. Se marrova të i përmen. Kur shkejshëm të dojt, se kap ke kur qysh. Mira, nale! Beqëm pa shiku serialja. Miqtë e mi, po duket që erdhëm në fund të fshatit, sa e dione kanë mbet vetëm një rrugicë, më duket që nuk e kom kalu, për ndryshe kemi pas një rrugtim bukur gjatësët në Retie. Përveç kësaj, ajo që ka mbetet e manget, gjithësësi do i keni pamjet e shfaqura me dron.
Mua së më mbetet gjë tjetër veç t'ju falenderoj për minutat që qëndruat edhe sot me neve. Ne shifemi në fshatin e Radhës. Deri atëhere, mirë mbetëshi!